Përshëndetje, po bëj këtë video për të përshëndetur dhe falenderuar popullin rumun nëpërmjet ambasadës rumune në Tiranë, të cilët ka dhënë një kontribut të madh për botimin e shkronjave shqipe në Rumani dhe e dyta mendoj relativisht që populli rumun është daci, mendoj se në këndvështrimi im janë dakët, dardanët, është një falendrim shumë i madh për popullin rumun, jo vetëm në atë aspekt, po mendoj që Gjon Gjika, që ka qenë presidenti i parë i Rumanisë, shqiptar, emërtimi i kryeqytetit rumun që është në gjuhën shqipe, që bukur është. Nëpërmjet kësaj video doja të bëja edhe një kërkesë të vogël, jo në aspektin genetik, po atë politik dhe shoqëror dhe vllazëror, sepse Ballkani ka pasur shumë probleme dhe ka afruar 2 luftra botërore. Kështu që mendoj në këndvështrimi im, qeveria rumune, të gjithë spektri politik duhet të japi verdiktin për njohjen e shtetit të Kosovës, po jo vetëm njohjen e shtetit të Kosovës, por dhe duhet të loboj fort për të njohur Kosovën. Unë ju falenderoj, ndoshta fola shkurt, besoj më kuptoni gjatë. Faleminderit gjithmonë popullit rumun për të gjitha mirësitë që ka bërë populli shqiptar. Faleminderit.